Tu përmend atje luftën në Iran e pastaj pjesë tjera, sidomos edhe kjo pjesa jonë e cila kanë herë po ka një destabilizim të themi. Megjithatë, është një lajm i mirë se në 3 mujorshin e parë, do të thotë të këtij viti prapë kemi një rritje diku për 9.6%. Sidomos muji i shkurt nëse e krahasojmë me mujin e kaluar, edhe pse 2025 llogaritet jo vetëm për Kosovë, por për në botë llogaritet si numri më të madh të turistëve që kemi pas qarkullimin turistik në botë në 2025. Do të thotë ka mrihet atë shkollën më të lartë, do thotë që e ka parashikuar se kjo parashikimi ka qenë deri në 2030 me qenë 1.600 milion, 1.500 ofër, 1.600 milion qarkullimi botënor është arrit qysh tani. Do thotë dhe në 2025 është me shkollën më të lartë. Edhe në Kosovë, do thotë përkundër krejt këtyre lëvizjeve, mos them ashtu negative, megjithatë e kemi një rritje, është një lajm i mirë për Kosovë. Po, shiqe, vetë tu i falendëruar sektorit privat, sot kemi një akomodim më të ratshëm, do thotë kemi një kapacitet turistike më zhvilluar në krahasim me vitet e kaluara dhe kjo mundson përveç rekreacioneve, do thotë turistike që kemi, natyrore, kulturore, edhe historike, megjithatë akomodimi edhe kjo pjesa rekreative bizneseve hoteliere bën vetën që të kemi sa më shumë të interesuar për këtë pjesë. Në anën tjetër, Kosova dini që ende është e pa eksploruar, megjithatë ai 800 milionë i banorëve në Evropë, 1% veç vjen ka ona jonë për shkak se jemi ende të pa eksploruar. Kjo është për keqardhje, sepse për gjitha bizneset në përgjithësi në Kosovë, po edhe bizneset hoteliere dhe turistike, sa ma vend që ti kemi ndërtimin e institucioneve, aq ma keq është për bizneset. Sa ma herët që ato ndërtohen edhe fillojnë me punu, fillojnë me krye aktivitetet e veta për të mirën e këtyre bizneseve, do të thotë është mirë edhe për biznesin. Është për keqardhje kjo, prandaj edhe ne si UOD bëjmë apel që kjo punë të shtyhet, të ecet, edhe bëhet një zgjidhje që sa më parë kemi institucione, pavarësisht a do të shkohet në zgjedhje apo nuk shkohet në zgjedhje, do të thotë me pas institucione të mirëfillta, edhe me pas po ashtu një ministri e cila kish me rregullu çështjen e turizmit në përgjithësi.